E trisht, mbyll syt për gjithmonë ish kryebashkiaku i njohur. Është ndarë nga jeta ish kryebashkiaku i Korçës Dhionis Robert Kotmilo në moshën 83 vjeçare. Në vitet 1996-2000, Kotmilo ka shërbyer si kryebashkiak i qytetit të Korçës, i cili ka lënë pas një trashëgimi të rëndësishme në drejtimin e bashkisë gjatë periudhës së trazirave të vitit 1997. Ai ka pasur ftesë nga strukturat e Partisë Demokratike për të kandiduar për një mandat të dytë, por vendosi të tërhiqej. Lajmi për ndarjen nga jeta të Kotmilos ka trishtuar shumë qytetarë të Korçës dhe ata që e njohën për kontributin e tij. Kohë më parë, ai ka dhënë një intervistë ku është shprehur se ushqimin e siguronte nga një fondacion në Korçë, ndërsa ka shprehur keqardhjen për korrupsionin në nivelet e larta të politikës shqiptare. Gjithashtu Indieri ka folur për karrierën e tij ndër vite, i cili ka thënë se ka punuar për 29 vite edhe si krye kuzhinier i ndërmarrjes së frigoriferëve në qytetin e Korçës.